Qyteti i Durrësit vazhdon të përballet me sfida të mëdha për sa i përket infrastrukturës rrugore. Mjafton të ecësh një ditë të zakonshme në rrugët e qytetit për të kuptuar se këtu nuk investohet prej vitesh. Si në rrugët kryesore, ashtu dhe në ato dytësore, pamja është e njëjtë, gropa në mes të asfaltit. Jemi fokusuar me kamerën tonë mes ditën e sotme në disa prej rrugëve të qytetit, duke nisur me rrethrotullimin pranë qendrave tregtare. Pamjet që shihni janë këto. Gropat në rrugë janë aq të mëdha sa vënë në vështirësi drejtuesit e automjeteve. E njëjta problematik shfaqet edhe në rrugët e lagjes 17 dhe 18, të cilat janë fokusuar nga kamera e Adrianet. Imazhet tregojnë se pas shiut gropat në rrugë mbushen me ujë dhe janë një problem i madh. Ndërsa në vitin 2025 kërkohet vota nga qeveria si mundësi për integrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian, ajo që shoqëria ndesh në realitet është krejt tjetër gjë. Jemi në Durrës, në qendrën e dytë më të madhe në vend pas Tiranës, dhe ajo që shihet është se infrastruktura rrugore në këtë qytet të rëndësishëm jo vetëm që nuk ka njohur përmirësi vitet e fundit, por gjendja është përkeqësuar.